Përshëndetje, shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve në televizionin e Kosovës. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka deklaruar se partitë politike duhet të fillojnë diskutimet edhe për emrat konkret të kandidatëve për president, me qëllim që të arrihet një marrëveshje dhe të shmangën zgjedhjet e reja. Ai tha se presidenti i ardhshëm duhet të jetë konsensual, gjithëpërfshirës dhe të ketë mbështetje sa më të gjerë në kuvend dhe në mesin e qytetarëve. Na duhet që të takohemi. Një mend të flasim për karakteristikat e figurës prezidenciale, por për bezë duhet të fillojmë flasim edhe me emra, sepse po humbim shumë kohë. A më shumë të humbim kohë nëse shkojmë zgjedhje. Pra, le të mos humbim kohë duke shkuar në zgjedhje, por edhe le të mos humbim kohë pa përmendur emra konkret, sepse të gjitha përfaqësimet e tjera politike janë ekipe. E ndjeka edhe mbrëm qëndrimin e deklaratën publike të mikut tim, kryetarit të LDK-s, Lumir Abdigjiku, i cili tha që LDK-ja do të qëndrojë në opozitë. Unë besoj që LDK-ja është dashur të vijë në bashkëqeverisje. Ta kemi një marrëveshje politike, nuk është të thënë të jetë identike me rezultatin e zgjedhjeve, 53 me 18, po edhe deformimi i rezultatit nuk mund të jetë. Pra, me 18 deputet, ta marrësh kryetarin e kuvendit, nuk është pak. Kryetari i LDK-s, Lumir Abdigjiku, ta zonë bëhet zëvendësimi në qeveri, nuk është pak. Pas bllokimit të hyrjes në qeveri, deputetët e PDK-s kanë shkuar në kuvendin e Kosovës, ku janë bashkuar deputetët Aleancës. Ata nga foltorja e kuvendit i kanë kërkuar kryeministrit në detyrë Albin Kurti që të therrasë seancën, pasi sipas tyre pas përgjigjes së Lidhjes Demokratike të Kosovës, tashmë ai ka votat për ta konstituar kuvendin. Albin Kurti po e mon peng shtetin e Kosovës. Ati i kërkojmë urgjentisht të reflektoj dhe të heqë dorë nga këto veprime antikushtetuese. Sepse për i kthy kushtetueshmërinë, për i kthy rendi kushtetues, me ne nuk mund të flitet për asgjë tjetër. Thirrni seancën dhe riktheni kuvendin të zgjedhurve të popullit. Përderisa nuk reflekton dhe nuk rikthen procesin në binarët kushtetues, Albin Kurti nuk ka kredibilitet për të hapur temat e tjera madhore shtetërore. Kjo situatë jo vetëm nuk është normale, po është duke u fut në vakum shtetëror, vakum institucional. Këto nuk do ta lejojmë. E kemi për obligim kombëtar e qytetar. Mos ta lejojmë Kosovën të futet në vakum. Dhe për këto normalisht që ka përgjegjës, ka emër e mbi emër, dhe për këtë ne jemi këtu që ta ekspozojmë e të veprojmë që kjo mos zhvillohet edhe më tutje. Në gjykata themelore në Prishtinë, Departamenti Special ka caktuar një muaj paraburgim ndaj Fehim Salit, i cili dyshohet për kryerjen e veprës penale spionazh. Prokurori Bekim Kodraliu ka deklaruar se i dyshuari për spionazh Fehim Sali ka pranuar se ka qenë rekrutuar nga shërbimi inteligjent serb BIA dhe se ka pasur kontakte të vazhdueshme me zyrtar të këtij shërbimi. Kemi vërtetuar dyshimin e bazuar se i njëjti ka qenë rekrutuar në shërbimin inteligjent serb BIA, më konkretisht nga zyrtari i saj Zhellimir Matović, dhe se i njëjti ka ofruar informacione këtij shërbimi në dëm të interesave të shtetit tonë. Konsiderojmë që nga provat që kemi siguruar, kemi vërtetuar dyshimin e bazuar mirë dhe me rastin e paraqitjes kërkesës për caktimin e paraburgimit, i pandehuri edhe vetë deklaroi se ka qenë rekrutuar dhe ka pasur kontakte të vazhdueshme me zyrtarët e BIA-s. Është mbajtur ceremonia diplomimit të gjeneratës 46 të trajnimit profesional për zyrtar korrektues, ku kanë diplomuar 100 kadet. Në këtë ceremoni u tha se të jesh zyrtar korrektues është përgjegjësi që kërkon disiplinë, integritet dhe përkushtim për siguri.
Sot 103 po përmbyllin me sukses përgatitjen e tyre profesionale dhe po ecin me detyrën e re në shërbim të shtetit dhe të qytetarëve të Republikës Kosovës. Të jesh zyrtar korrektues është përgjegjësi e madhe e cila kërkon disiplinë, integritet dhe përkushtim për sigurinë, rendin dhe dinjitetin e personave të privuar nga liria. Republika e Kosovës ka nevojë për ju dhe pret shumë prej jush. Në 3 vitet e fundit, në shërbimin korrektues të Kosovës, janë rekrutuar rreth 400 zyrtarë të rinj korrektues. Sot 100 kadet përmbyllin me sukses përgatitjen e tyre dhe bëhen pjesë e shërbimit korrektues të Kosovës. Për ju, kjo është dita kur një ëndër, një përpjekje dhe një angazhim i gjatë marrin formë, por mbi të gjitha, kjo është dita kur ju merrni përsipër një përgjegjësi të madhe. Të jesh zyrtar korrektues nuk do të thotë të jesh thjesht, të veshësh një uniform. Do të thotë të mbash mbi vete besimin që institucionet dhe Republika e Kosovës vendosin mbi ju. Nga dita e sotme, ju do të jeni ata që do të garantoni sigurinë, rendin dhe disiplinën në institucionet tona korrektuese. Ndrojmë temë, grupi i asamblistëve televizjes vetëvendosje në Prishtinë ka kërkuar nga prokuroria që të fillojë hetimet lidhur me pretendimet për legalizimet e paligjshme në kryeqytet, pas publikimit të disa mesazheve ku përmenden raste konkrete të legalizimit të objekteve. Shefi grupit të asamblistëve Gëzim Sveqla ka kërkuar nga Komuna e Prishtinës dosjet e plota për 4 raste të përmendura në mesazhet e publikuara, por sipas tij Komuna u ka dorëzuar vetëm certifikatat e legalizimit. Pra, ne I kërkuam dosjet, ata na dhanë certifikatat. Kjo është edhe më shqetësuese kur ligji përcakton se baza e të dhënave të legalizimit është publike dhe se publiku ka të drejtë qasjeje në të. Arsyetimi I Komunës Prishtinës për mbrojtje të privatësisë nuk shndron fare sepse tashmë po flasim për implikimet zyrtarëve të kryeqytetit duke përfshirë edhe vetë kryetarin përparim Rama, prandaj po e përsëris bëhet fjalë për çështje me interes për publikun. RTK dhe Komiteti Olimpik I Kosovës kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi për mbulimin medial të lojrave mesdhetare Taranto 2026. Radio Televizioni Kosovës dhe Komiteti Olimpik I Kosovës kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi për mbulimin medial të lojrave mesdhetare Taranto 2026. Në kuadër të marrëveshjes, RTK do të mundsoj transmetimin e drejtë për drejtë të garave dhe aktiviteteve të sportistëve kosovar, duke sjellë të publiku emocionet dhe rezultatet nga kjo ngjarje e rëndësishme ndërkombëtare. Këto janë lojrat e para mesdhetare që po I transmetojmë në RTK. Këtë herë natyrisht me ndihmën edhe të Komitetit Olimpik të Kosovës kemi arritë që bëjmë një marrëveshje për të transmetuar mbi 100 orë transmetim të gjitha ekipeve tona, individëve, atje sportistëve të cilët do besoj që do të shkëlqejnë në arenën sportive. Nga ana tjetër, edhe kryetari I Komitetit Olimpik të Kosovës, Ismet Krasniqi, e vlerësoi të rëndësishëm bashkëpunimin me transmetuesin publik. Komiteti Olimpik Kosovës vazhdimisht ka pas bashkëpunim me Radio Televizioni Kosovës. Kjo është një marrëveshje e rrallë që kemi nënshkruar, padyshim që është një marrëveshje shumë e rëndësishme. Transmetimi I lojrave mesdhetare Taranto 2026 që qytetarët e Kosovës të kenë mundësi ta shoqërojnë direkt edhe prej Kosovës këtu, është një marrëveshje shumë e rëndësishme, sidomos e rëndësishme për arsye që mbas Tarantos 2026, Kosova do të jetë një koqer vitin 2030. Kosova në Taranto